ta'ala. Kurse Yahya ibn Muadhi thot, Zot është të jesh bujar me pushtet, kurse dashuria është të jesh bujar me shpirt. Domethënë zoti ndaj Allahu xhaleshanu është pushtetin tan ta shfrytëzosh fi sabilillah, kurse ta dush Allahun domethënë të jesh i gatshëm edhe shpirtin tan me dhon fi sabilillah. Ibn Gjelaj thot, Zot është të shikosh dunjan se është një gjë kalimtare, të zvoglohet në sulin e të në dunjaja dhe të jetë lehtë largimi prej saj. Domethënë, mos të rëndohesh në tokë, mos mendosh se kur s'ki me dalë prej tokës, mos kapesh fort për dunjan, që kur të vijnë melekt për të marrë shpirtin, mos me mujt me të largu prej kësaj bote. Çaja është Zot. Imam Ahmedi thot, Zot është shkurtimi ose zvoglimi i shpresave. Kurse më një transmetim tjetër qëndron, mos të gëzohet nëse vjen dunjaja dhe mos të dëshpërohet nëse i ik dunjaja, tjetë të ajtë çdo send e barabartë. E kam pyet Imam Ahmedin, i kanë thonë, ja imam, a ka mundësi njeriu që i ka 1000 dinar me kon zahid, 1000 dinar dhe më thonë të arit? A ka mundësi njeriu që i ka 1000 dinar të zahid? Ka thonë po, nëse nuk gëzohet kur t'i shtohen këto pare, edhe nuk mërzitet kur t'i paksohen këto pare, vaj njeriu është zahid. Pra na shpesh ndeset e kalume kemi përmend një definicion të shkurt. Zahid është ai që kur t'i ka 1 milion dinar, 1 milion marka, ose t'i hup 1 milion marka, zemra e tij mos dridhet edhe mos mërzitet. Çfarë është zahid? Mirë po sot njerëzit kur i humbin, domethënë jo 1 milion, por kur humbin më pak 10.000, 20.000, 100.000, çmendën se mendojnë se këtë dunjaja u ka shku. A nuk e dinë se pakish këtë dunjaja është botë kalimtare, të mirat më të mira në këtë botë nuk mund më krahasu me një të mirë të vogël të ahiretit dhe xhenetit. Kurse Ebu Suleiman Darani thot, Zot është lëdhe e çdo gjëje që të angazhon prej Allahut subhanahu wa taala. Kjo është një definicion pak më i përgjithshëm. Se cila vepër që të largon prej Allahut, largohu prej saj, bënu zahid nga ajo. Mos u merr me të, domethënë kthehesh shpinën asaj veprës që të largon prej Allahut. Edhe nëse muslimanët që këtë definicionin e fundit e aplikojnë në jetën e tyre të përditshme, me të vërtetë nëse largohen prej shumë sendeve që s'u ndihmon atyve me ju afru Allahit subhanahu wa taala, imani i tyre do të shkon në kulmin e kulmit, edhe me atë bura nuk do të kish forcë e cila do të kishte mundësi të ballafaqohet me ta. Edhe një definicion e ka dhënë Imam Ahmedi rahimahullahu taala, thotë Zoti është në 3 aspekte. Një t'i losh haramet, edhe ai që largohet prej harameve dhe ai që nga zajt. Mirë po thotë kjo është Zot i masës së thjeshtë të muslimanëve. E dyta, ta losh tepritën e halalit. Thotë kjo është Zot i masës së veçuar të muslimanëve. Edhe e treta, të lash çdo send që të angazhon për Allahu xhaleshanuhu. Kjo është Zoti e atyreve që e njohin Allahun subhanahu wa taala mirë, arif, e thot ai që e njeh Allahun subhanahu wa taala mirë. Kurse Ibn Qayyim rahimahullahu taala ndihej me fjalët e Imam Ahmedit, thot kjo thënia e Imam Ahmedit i ka dhënë të gjitha thënjet e mëparshme të dietarëve, me sqarim plotësues mbi shkallët e saj. Ky është definicioni më përmbledhës mbi Zotin dhe një razi tregon se ky imam ka qenë në post të lartë sa i përket kësaj shkencë, domosdoshmë shkencës së veprave të zemrës. Andaj Imam Shafiu rahimahullahu taala ka dëshmuar imamllokun e Imam Ahmedit në 8 lëmi. Njëra prej lëmive për të cilën ka thonë Imam Ahmedi se është imam i madh, një lëmi për të cilën Imam Shafiu ka thonë për Imam Ahmedin se është imam i madh, është edhe zuhdi. Pra definicioni për të cilën këtë dietarët kanë konsenzuar qenka se udhtim i zemrës nga toka vatani i dunjas drejt shkallëve të ahiretit. Edhe kjo është ai konteksti, domethënia për të cilën imamat dietarë kanë shkruar libra, sikurse Imam Abdullah ibn Mubarak rahimahullahu taala ka shkruar një libër Az-Zuhd që flet mbi Zotin. Edhe Imam Ahmedi ka një libër i cili flet mbi Zotin. Gjithashtu ka Wakiu një libër i cili flet mbi Zotin, kështu më fakisht shumë libra që kanë shkruar mbi Zotin e kanë pas për qëllim këtë largimi prej dunjas, nga mashtrimet e dunjas, edhe ecja drejt deregjeve të ahiretit. Ibn Qayyim i thotë Zoti ka të bëjë me 6 elemente në jetë. Një është pasuria.
dhe më thonë zot ndaj pasurisë. 2 është bukuria ose fotografia, të është zahid ndaj bukurisë të kësaj bote. 3 është pushteti, dhe më thonë të është zahid ndaj pushtetit të kësaj bote. 4 ndaj njerëzve. 5 ndaj shpirtit tanë. Edhe 6 të është zahid ndaj çdo gjëje përveç Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra, kjo është zot, mos lakmosh për këto sende në dunja, mos vraposh mas tyve sendeve në dunja, mos të japsh krejt, mundin tanë, lodhjen tënde për arritjen e këtyre gjërave. Sepse, për shembull, Davudi alayhis salam edhe Sulejmani alayhis salam kanë qenë zahidet mëdhej, se pejgamber kanë qenë. Mirë, po të njëjtën kohë ka qenë mbretër. Do me thonë, pas e mbretërisë, mos pas e të Zotit, por kur ti jesh mbret, mbretërinë tënde ta shfrytëzosh për ta kënaqur Allahun, jo për ta humbur ahiretin, jo për të bërë zullum, po për të përhap drejtësinë, për të përhap rahmetin, për të bërë xhihadin edhe për të mëshiruar popullin tanë që e ke ndër teje. Gjithashtu nuk është zot vetëm largimi prej grave, shembull, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë zahidi më i madh, mirë po ka pas 9 gra. Edhe ka thonë, hubbi be ileje min dunjakum, më janë botë të dashura prej dunjas së juve, shembull gratë. Mirë po në njëjtën kohë gratë i ka shfrytzuar për të, domethënë, shfry efqin e tij në halal, për të përhap, domethënë për të shtuar numrin e muslimanëve dhe për të përhap davetin. Gjithashtu, për shembull, Hasani i biri i Ali ibn Abi Talibit radhiyallahu anhu ka qenë pizahideve më të mëdhenj, ka qenë edhe i pasur, edhe ka pas shumë gra, ose ka dëmoni ka pas merak, gratë me halal normalisht. Për shembull, Ali ibn Abi Talibi, Abdurrahman ibn Aufi, Zuberi, Uthmani, këtë janë konë zahide edhe pse janë konë pasanik të mëdhej. Ose Abdullah ibn Mubarak radhiyallahu anhu, ose rahimahullahu taala, edhe ki njëherë se zahidi i madh, edhe pse ka qenë i pasur i madh. Na për jetën e tij kemi tregu, edhe këto fjalë rreth jetës së tij kemi thonë. Do të thotë që nuk është zot largimi, domethënë ti je fukara me do e mos. Mirë po, mos lakmosh për këtë dunjë. Mos mundosh 24 orë vetëm për dunjë e të harrosh, por të punosh për dunjë, sa kemë mbet dunjë, edhe të punosh për ahiret, sa kemë mbet në ahiret. E do ta shohim domethënë këtë domethënie për hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur të vjen rendi të flasim domethënë mas ajeteve që do i përmendim tash, kur flasim për hadithet që flasin edhe kësaj teme. Ajetet dhe hadithet që flasin mbi Zotin. Ka shumë ajete dhe hadithet që ta tregojnë vlerën e vërtetë të dunjas, edhe vlerën e vërtetë të ahiretit. Edhe me të vërtetë, nëse vazhdimisht lexon këto ajete dhe këto hadithe, njeriu kupton se për çka duhet punon mas tepërmi. Në shpesh e thomi vllazëve tonë musliman, për një jetë të dunjas 60-70 vjet punojnë 8 orë, 10 orë, ndoshta 15 orë në ditë. Për një ahiret ku do të mesen për gjithmonë, shumica e muslimanëve as një orë në ditë nuk e bëjnë për Allah. Edhe ajo pakit që punon një orëshin, eventualisht 2 orëshin nuk e kalon. Që kjo është problemi muslimanëve, që kjo është dashurima e dunjas. Për një dunja ku do të metesh një kohë të caktuar punon pa mas, për një ahiret ku do të metesh për gjithmonë me kënaqësi të pa para, me kënaqësi të pa ndëgjuara, me kënaqësi të pa fantazuara asnjëherë, me të mira të pa kufishme për Allahut, nuk vrapon edhe nuk punon për të as një çerek të ditës e mostam pak më shumë. Allahu subhanahu wa taala e përmend dunjan në shumë ajete, prej tyre janë edhe këto, thot: Innama mathalu l-hayati d-dunya, shembulli i jetës së kësaj bote është kema'in anzalnahu min as-sama, ngjan uji që e zbresim nga qielli. Fakhtarata bihi nabatu l-ard, e përzihet me të bimt e tokës. Mimma ya'kulu an-nas wal-an'am, e këtë bim e han njerëzit edhe e han kafshët. Hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha, derisa kur zbukurohet domethënë toka e të mbin, wa dhanna ahluha annahum qadirun, edhe të mendojnë njerëzit se mo janë të fuqishëm për me korë ose me mbje ose me vjel atë bereqet që ka dhënë Allahu xhaleshanuhu,
ataha amruna